Pasi fitua në takimin e parë në Durrës, seria barazohet 1-1 pas ndeshjes së dytë të luajtur në Fier, mbrëmjen e së dielës, në gjysmëfinalet në basketboll për meshkuj. Takimi përfundoi me rezultatin 83-71 dhe ndeshja e radhës do të luhet në Ramazan Njala. Perioda e parë nisi me ritëm dhe u mbyll me rezultatin 27-24 për fierakët. Vendasit morën dhe çerekun e dytë 21-17, duke kryesuar 48-41 pas gjysmës së dytë të ndeshjes. Vendasit fituan 23-16 për të shkuar 71-57 pas 30 minutash lojë. Apolonia administroi rezultatin në periodën e fundit, fraksion që u mbyll 12-14 për Teutën, por në shifra të përgjithshme, rezultati shkoi për vendasit. Për Teutën u veçuan 2 amerikanët, Morton me 29 pikë dhe 10 kërcime dhe Powell me 21 pikë e 7 kërcime. Seria e gjysmëfinaleve do të zhvendoset tashmë në Durrës, në takimin e tretë, që do të zhvillohet më 17 prill. Kujtojmë se nga këto ndeshje do të dalë skuadra që do të shkojë në finale. Skuadra që shkon në finale duhet të fitojë 3 nga 5 përballjet e luajtura. Ekipi i Teutës e ka të sigurt vendin e dytë në Super League, për shkak të pikëve të arritura fal punës, por kushtimit, pasionit dhe shpirtit të garës.